Hajde ganë, mirë se erdhe. Po si erë unë jam. Mirë, qyshi. Ajo është nësh? Mirë. Unë këtu kom boqet e cejakën teme dhe historinë me punën me rrugohën për i fillimit. Pas sulmit parë, për kazë, nga natë e dyta, komunikimet e kemi pas më të shpeshta, dhe këto për shkak të njohurisë tonë që ke pas me Adem Jashari. Falënderit shumë Zoti Trupi. Nuk e harroj këtë, të tjerët mund të flasin e thonë çka donë, po unë e di këtë. Dhe ke qenë nga të vetmit e asaj strukture që je interesu për ata djemë në Drejnicë. Falënderit shumë që për thue, je ndër protagonist më të rëndësishëm në 250 që i kum pas deri sot para vitës. Jam rrit në Polac, shkollën fillore kam kry në Polac, kam qenë nxënës i mirë, dhe në vitin 1948 si familje kemi qenë të leqitur. S'kemi pas drejt në Azion. Lautën e Malcis e kam lexuar në shkollën e mesme në vitin e 3. Kemi kërku kushte më të mira, kam praritur në Kosova Republikë. Kadri kryezia ma mbyll gojën, të ka dalë se herët është. Tha pak të kanë denu 15 vjetë, tha urdosh me denu, tha 20 vjetë edhe me vdekje. Pse Kosova duhet tjetë republikë dhe pse kjo kërkesë nuk do ndalet për asnjë çast përderisa nuk realizohet. Le ta ndjekim bashkëbisedimin me veprimtarin, patriotin dhe intelektualin Zoti Ganik Koci, që e zhvilluam kohë më parë në studion Fakte. Për këto dhe shumë të tjera, këtë të shtunë në ora 21 në KTV, në emisionin Fakte me Adnan Merovcin, pjesa e parë.